edhe vetë ligji, sepse është ndër të paktat raste, kjo le ta quaj e dhunës në familje, rastet kur ligji duket që nuk ka mangësi. Flas në momentin që paraqitesh para gjykatës edhe kërkon atë mbrojtjen ligjore dhe dënimin për fajtorin, duket që ligji nuk ka mangësi, por mendoj që gjitha këto problemet që vinë në familjet apo në çiftet shqiptar, do them, sepse për Shqipërinë po flasim, janë shkak i një mendësie të gabuar që kanë vajzat edhe djemt që në momentin që lindin dhe rriten në familjet e tyre, e më pas kur krijon familje me partnerët përkatës. Kështu që për ta përmbledhur pyetjen që më bëre, janë të njëjta dënimet që merr fajtori në këtë rast, si kur dhunon gruan, si kur dhunon ato që kanë mbaruar martesa, ashtu edhe në rastet kur kanë qenë thjesht në bashkëtesë. Unë mendoj edhe jam shumë dakord. Doja tha në fakt që nuk është se është akuzuar, nuk është se është dënuar në një person për dhunë verbale. Që është Dhe mua më e rënda, dhe më vjen shumë keq sepse në fakt, shikoj, edhe në pjesën psikologjike, mendoj që ideja e dhunës fillon në mendje dhe pastaj manifestohet me pjesën verbale. Pastaj shkon tek pjesa fizike, psikologjike edhe eskalohet shumë më shumë. Kështu që mendoj që shpeshherë te kjo dhuna verbale, normalisht edhe unë jam tepër dakord që unë edhe kur ecën në rrugë ti shikon që